Deputeti Tom Doshi është paraqitur sërish këtë të hënë në gjykatën e lartë, por këtë herë për të përballur me kryetarin e Komisionit të Sigurisë Spartak Braho. Shkak është bërë një padi për shpifje që deputeti ka ngritur ndaj kreut të Komisionit të Sigurisë, por seanca e parë, e cila sipas procedurës duhet të ishte seancë pajtimi, zgjati fare pak minuta. Kjo pasi avokati mbrojtës i deputetit Braho paraqiti një kërkesë për shtyrje të procesit, pasi donte të ishte veti pranishëm në gjykatë. Pas daljes nga seanca, deputeti Doshi tha se nuk do pranonte pajtimin. Me mostra nuk pajtohem. Është monster. Definitive. Ndërsa në lidhje me dëmshpërblimin e kërkuar në gjykatë, deputeti dha këtë përgjigje. Zoti Doshi, pse keni kërkuar €1 dëmshpërblim nga zoti Braho? Po ka që është fukara dhe sa është mos ta dëmtojmë ekonomikisht. Seanca e radhës u shtypur në 23 qershor, megjithëse vetë deputeti i kërkoi gjykatës të bëhej para zgjedhjeve. Padia u depozitua nga Doshi pas deklarimeve të Spartak Brahos në lidhje me çështjen që po hetohet nga prokuroria për atentatin e supozuar ndaj Tom Doshi dhe deputetit Mejll Fufi.